Avokat, keni kërkuar që t'ju marrë në intervistë, mund të na shpjegoni se çfarë shqetësimi keni? Faleminderit. Po, sot tani që po xhirohen këto pamje, unë vi nga gjykata e Gjirokastrës. Kam bërë një kërkesë pa di para 2 vjetësh, e cila është zgjatur e stërshtyr disa herë, pa u gjykuar, dhe del një gjyqtare e cila sot gjithçka thot do fillojë nga e para, sepse i pandehuri Sokol Guga nuk e ka më titullin i pandehur, po do fillojë gjithçka nga e para, seancë pajtimi. I them zonjë, sepse unë jam trupiri gjykues sot, edhe nuk vazhdoj gjyqin siç ka qenë sot e 2 vjet, por do e filloj nga e para. Zonjë, thash, më jep bazën ligjore të ndryshimit të cilësimit të atij të pandehurit. Nga i pandehuri thash që fillon prapë nga seanca e pajtimit. Gjykata sa nuk i bëhen pyetje, tha. Moj zonjë, thash, unë jam avokat, mua do më japësh përgjigje se s'bën kur ti shkel ligjin. Ke shkelur ligjin, i thash, me të 4 këmbët. Po të them, ti ndryshon cilësimin juridik të personit që është i pandehur. Dhe thua sot, i thash, seancë pajtimi, se me arsyetimin sepse jeni trupi i 3 gjykues që po e gjykoni këtë çështje. Të kërkoj, i thash, bazën ligjore, ku e bazon këtë që thua? Tha, kështu veprojmë ne, tha, i nderuar gazetar. Kjo nuk ishte bërë vaki. Vajta 25 vjet që ushtroj këtë profesion. Por këtë se kisha dëgjuar ndonjëherë që të dalë një çupërlinë posa dal nga bangat e shkollës dhe të më thot, i ndryshoj unë se kështu dua unë, thot. I kërkoj bazë ligjore, nuk ma jep. Pra, se kështu donte ajo, natyrisht, se kur them se avokat, po në realitet a ka drejt gjyqtarja që ta kërkoj një gjë të tillë? Apo se ka bazuar masi asnjë? Absolutisht nuk e ka këtë të drejtë, për arsye sepse unë i kërkova bazë ligjore dhe po që se do ta kishte atë të drejtë, unë do t'i marrë dhe regjistrimet nga gjykata, po që se do kishte të drejtë të ndryshonte cilësimin juridik dhe të ndryshonte të fillonte gjithçka nga e para, pas 2 vjetësh fillon nga e para me seancë pajtimi, kjo s'kishte bërë vaki. Por duhet të theksoj faktin tjetër akoma më të rëndë. I pandehuri, i akuzuari nga neve, ishte aty bashkë me avokatin e tij, Agron Iliazi. Në një ato karriket që janë në sallë të gjykatës dhe e mori Agron Iliazi, ikën diku se nga që nuk e di, dhe nuk u paraqit i pandehuri në sallën e gjyqit. Pra, konkretisht, avokati i tij detyrë kanë, sidomos këta të çështjeve penale, punë kanë, bëjnë pazare dhe bëjnë marrëveshje, e mori dhe ikën, nuk e di se ku shkuan, praktikisht nuk u paraqit në seancën gjyqësore. I them gjyqtares, i pandehuri i them ashtu në gjykatë, kërko të vinë në sallë gjyqit. Ose lajmëro policinë, thash penta gjën se është këtu, është i pandehur. Mirë, po duke qenë se ajo ja kishte hequr cilësimin i pandehur, nuk e di se mbi ç'bazë ligjore dhe ku e gjeti atë të drejtë ajo që t'i heq cilësimin juridik si i pandehur atij personi që ka 36 kallëzime që janë mbi të. Fillimisht e ka pasur gjyqtarja Entela Selmanaj. Me kërkesën e avokatit të akuzuarit të pandehurit, ajo jep dorëheqje dhe çështja gjykohet me një trup tjetër gjykues, të kryesuar nga ajo gjyqtarja se kishin atë? Ermira Bushi. Të drejtuar nga gjyqtarja Ermira Bushi, e cila edhe ajo, pa asnjë arsye, pa asnjë justifikim ligjor, tha unë jap dorëheqje nga ky gjyq, tha. Bukuri, ishte e dyta kjo. E treta ishte sot, kjo Qamo, e cila tha, ne kështu veprojmë, tha, e ndryshojmë cilësimin juridik. Moj zonjë, thash,
ka 2 vjet që po bëhet ky gjyq. Ka 2 personi që është i pandehur, i thash, është i pandehur. Kush ja hoqi cilësimin juridik, i thash, nga i pandehur? Dhe përveç kësaj, thash, pas e pajtimit është ezauruar sot e 1 vit e gjysmë përpara. Nuk bëhet 20 herë seancë pajtimi. Avokat, për çfarë çështje bëhet fjalë konkretisht? Pra, çfarë gjyqi është? Po, gjyqi ish penal, bëhet fjalë për agresionin që ka bërë Sokol Guga ndaj meje dhe ndaj të familjes që unë përfaqësoj në progonatët e Pelenës. Banditi dhe hajduti dhe njeriu i korruptuar, do me thënë gangsteri i progonatit, se gangstera që është një çapaçul, po hiqet si gangster se ka mbështetje politike, dhe duan me çdo kush që ta shpëtojnë nga krimet që ka bërë ai dhe 10 pjesëtar të familjes së tij. Përfshi dhe një nën kolonele të ushtrisë shqiptare Olimbi Guga, kushërire e parë e tij, e të tjerë, janë shumë. Dhe i thash gjyqtare, zonjë gjyqtare, keni 36 kallëzime aty, keni video, i thash si ditë, i keni të tëra, pa pasur nevojë fare, thash që të vëzhimën, ne kështu punojmë, tha. Moj zonjë, thash, punon ti kështu apo punon gjykata kështu, se s'po kuptoj. A keni ligju, i thash, a bëhet ndryshimi i statusit të një të pandehurit ta quash ti ta fillosh nga e para, nuk i bëjnë pyetje gjykatës, më tha. Moj zonjë, thash, nuk të bëj pyetje ty se si do punosh ti. Më jep përgjigje lidhur me bazën ligjore, mbi çfarë bazë ligjore e bën ti këtë ndryshim, i thash, mbi çfarë bazë ligjore, cila është baza ligjore? Ne kështu veprojmë, tha, dhe nuk i bëjmë përgjigje, nuk i bëjmë pyetje gjykatës, tha, dhe e mbylli seancën, po doni tha hajeni datën 11 maj, tha, po se s'ka problem. I thash atëherë zonjë, kam të drejtën juridike, thash, ligjore, që të kërkoj përjashtimin tuaj nga ky trup gjykuesi, thash. Urgjentisht. Ky është hapi juaj i radhës, pra do kërkoni përjashtimin e gjyqtarit? Unë e kërkova përjashtimin e saj nga trupi gjykues. U argumentua 4 Cipërisë që ajo nuk kishte, ajo mbajti qëndrim të anshëm në mbrojtje të pandehurit, duke qenë aty ai dhe nuk e thirrën, nuk e njoftuan, nuk njoftoi policinë, se është i pandehur. Është i pandehur, e ka për detyrë policia ta sjellë në sallën e gjyqit. Fare hiç. Pra, që të vim në konkluzion. Gjykata e Gjirokastrës, sikundër e kam thënë dhe në disa video tuaja, Prokuroria e Gjirokastrës, po kështu, tërësisht të korruptuar, tërësisht antiligjor, tërësisht partjak, tërësisht të një anshëm dhe mbështetës të krimit, të cilët, mbajnë në mend ta dëgjojnë qytetarët që ju ndjekin juve, po bëjnë shkak që nesër pas nesër të fillojë vendet me këta gangsterë në progonat. Kaq kisha për të thënë sot. Faleminderit. Avokat, faleminderit shumë.